çmim të lartë dhe se drejtësia për mira të vrarë, për fshi edhe fëmijë, mbetet një obligim i përhershëm i yni. Prandaj sot në këtë hapësirë ku lindja e shtetit, sakrifica e të gjithë luftëtarëve të UÇK-s dhe plagët e luftës që ndrojnë bashkë në një vend, kujtojnë përpjekjen e brezave që u vulos pikërisht në shkurtin e vitit 2008. Para 18 vitesh Kosova u shpall shtet, por shumë përpara saj dite Kosova kishte fituar lirinë. Sot para ju shqëndron një republikë 18 vjeçare, e lindur nga sakrifica, e ushqyer nga qëndresa dhe e forcuar nga shpirti i popullit të saj, nga secili prej jush. Kosova është shtet i lirë, i papërkullur, i vendosur për ta mbrojtur lirinë e vet, në çdo pëllëmp të saj. Kosova është republikë e pavarur dhe sovrane, e guximshme, e fortë, krenare dhe me miq të shumtë. Kosova është atë dheu ynë i përhershëm, shtëpia jonë, shpirti ynë e ardhmja jonë e përbashkët. Ne sot përulemi me respekt para të gjithë atyre që kontribuan për këtë ditë, para atyre që nuk u dorëzuan, para atyre që qëndruan edhe kur rruga dukej e gjatë por e errët. Ne nderojmë vizionin historik të arkitektit të pavarësisë, atit themeltar të Republikës sonë, presidentit historik Ibrahim Rugova, i cili në kohë represioni e mbajti gjallë shpresën, dinjitetin dhe identitetin e popullit tonë, duke e bërë paqen në një akt guximi dhe urtësie politike. Nderojmë sakrificën e pashembullt të familjes Jashari në krye me komandantin legjendar Adem Jashari, simbol i përjetshëm i krijimit për lirinë. Nderojmë çdo djalë, çdo të ri, çdo grua, çdo burr që luftojnë në Nderojmë sakrificën e veteranëve dhe invalidëve të luftës, të cilët kur historia kërkoi guxim, u përgjigjën me vepër, duke kthyer aspiratën shekullore në realitet të pakthyeshëm. Ndaj le të përsërisim qartë, sot dhe për herë, askush nuk mund ta njollos luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ajo ishte një luftë e drejtë, një luftë çlirimtare, një luftë mbrojtjeje e udhëhequr nga e drejta për liri dhe shtet. Pa këtë kontribut të jashtëzakonshëm të UÇK-s, e pa këtë sakrificë, pavarësia e Kosovës nuk do të ishte realiteti që e festojmë sot. Duke mbrojtur të vërtetën dhe luftën tonë çlirimtare, ne mbrojmë vetë shtetin tonë, pavarësinë tonë dhe lirinë që e gëzojmë sot. Këto vlera sublime, për cilat populli ynë dha gjithçka, deri edhe fëmijët në tjetër, nuk do të lejojmë që t'i njollos askush, sepse një histori e shkruar me gjak nuk mund të fshihet e as nuk mund të shtrembrohet nga askush. Të dashur qytetarë, pas pak në sheshin Skënderbeu, qytetarët tonë do të fillojnë marshin për drejtësi. Si president e Republikës së Kosovës, i jap mbështetje të fuqishme këtij marshi, sepse qytetarët tonë nuk kërkojnë asgjë tjetër pos drejtësisë. Sepse qytetarët tonë e dinë mirë se mbrojtja e luftës sonë çlirimtare është mbrojtje e vetë shtetit të Kosovës, sepse qytetarët tonë e dinë mirë se UÇK-ja është betimi i përgjakur i popullit tonë nga i cili nuk do të heqim dorë asnjëherë. Të nderuar të pranishëm, në këtë ditë të madhe shpreh mirënjohje të thellë dhe të përhershme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për Shtetet Evropiane dhe gjithë aleatët anë kënd botës që qëndruan në anën e drejtë të historisë. Ata na ndihmuan ta fitojmë lirinë, ata na ndihmuan ta ndërtojmë shtetin, edhe sot ata qëndrojnë me ne si partner të besueshëm të paqes dhe sigurisë. Sot Kosova po ndërton kapacitetet e saj të mbrojtjes me përgjegjësi dhe vizion. Sot trashëgimtarët e UÇK-s, forca jonë e sigurisë dhe policia e Kosovës po na bëjnë çdo ditë krenar. Ata e
për NATO. Vajzat e tjenë tonë në uniform janë dëshmi se ky shtet ka e bija të gatshëm të shërbejnë atleut me nderë, me përkushtim dhe të kontribojnë edhe për paqen globale. Sot Kosova është më e fortë se kur. Sot Kosova është më e përgatitur se kur më parë. Sot Kosova është më e vendosur se çdo herë për të ecur përpara pavarësisht sfidave. Ne jemi shteti përkushtuar për të mësuar dhe për të ecur përpara. Republika jonë 18 vjeçare nuk ka asnjëherë frikë nga përgjegjësia. Është një shtet që e di se liria kërkon punë, mirëqenie, vizion dhe mbrojtje të së vërtetës me çdo kusht. Prandaj të gjithë bashkë duhet ta bëjmë Kosovën më të drejtë për fëmijët tonë e më të fortë për brezat që vinë. Në këtë 18 vjetor le të ecim përpara me unitet të bashkuar dhe me besim e krenari, sepse Kosova sot është më e pjekur e më e fortë për çdo sfidë që sjell e ardhmja. Prandaj i drejtohem gjithë qytetarëve të Kosovës e sidomos ju të rinjve e të rejave, të cilët njësoj sikur se shteti ynë si vjet i bëni 18 vjet. Ruajtja e Kosovës është amaneti më i rëndësishëm për ju. Pranoni me krenari flamurin ton, mbrojeni me kujdes shtetin e demokracinë, ndërtoni me pasion të ardhmen. Bëhuni të gjithë bashkë të denjë për sakrificën e atyre që vunë themelet e shtetit tonë të dashur. Lavdi herojnë dhe martirëve, Zoti e bekoft Republikën tonë, Zoti i bekoft qytetarët tonë, Zoti i bekoft miqtë e alatët, roft Republika e Kosovës.